Keqësisht shkon te Buka dhe mbetet I burgosur. Nuk zgjedh qesin, nuk zgjedh lirinë. Gabim të gjitha ata që rinë në kafene dhe nuk vinë këtu me ne. Sepse ne kemi dalë për lirinë tonë, për lirinë e fëmijëve tanë. Do ta nis me dy miqtë e mi, Devin dhe Anisën. Do më falin se po ja u përmend emrin. Para disa kohësh, djali tyre I madh pati një jo fatkeqësi, po ka edhe një sëmundje të keqe. Fatmirësisht Zoti ja ka shkruar ditët e gjata dhe është mes nesh. Por çfarë ndodhi? Shteti ynë gjynaqar që gjen lek për hormonet dhe për na sjellë LGBTQI ku e diun se çfarë budallë që është të tjera sipas Europës dhe Amerikës, vallaha. Nuk ishte lek që ky fëmijë të kuroj në Shqipëri. Një muaj të tërë është vërtitur në Tiranë dhe nuk ka gjetur zgjidhje. U detyrua dhe shkoi në Greqi me lek borxh. Fatmirësisht, shteti grek I hoqi të gjitha 1-1 dhe nuk ka paguar as edhe 100 darkë. As edhe 100 darkë. Edhe sot shteti ynë nuk gjen lek që t'i japë ati fëmije, asaj nene, që të rrijë dhe të kujdeset për djalin e saj, sepse ju duen parat për të ngritur vila, për të rrjepur gjithë të popull. Është për të çuditur dhe fatkeqësi e madhe. Vërtet turp, vërtet turp, vërtet turp. E dyta, shumë nga ju më mbani mend 91-92 kam qenë me flokë të gjata, sot jam tullac. Kanë kaluar 36 vjetë. Stërgjyshi, gjyshi, ndjes pas nëna ime, trashëgonin toka në kohë. Sot e kësaj dite të dashurit e mi nuk I kemi marrë, sepse na kanë dalën Nikot, Edit dhe do thesha një lavë, por nuk ja vlen sepse nuk mu ta ndysh gojën me ndyrësira. E treta, për fermerët tanë që duhet të jenë edhe ata këtu, sepse janë njerëz që roptojnë nga mëngjesi dhe deri në darkë dhe nuk arrin dot të shesin prodhimet e tyre. Pse? Sepse shteti jonë ju bie më mirë të vijë nga Serbia, nga Kina, edhe ku e diun se nga të gjitha prodhimet dhe të mos I shesë fermeri ynë, të mos fitoj lek ai, të mos ushqemi ne shëndetshëm. Nuk e di, po vetëm në Shqipërinë tonë ndodhin këto gjëra. Prandaj të gjithëve po ju them edhe një herë atyre që janë ulur në kafe dhe na dëgjojnë, çau Korça, çau Korça,